për ftesën. Po e nisë nga disa, po them, zotimet më dha të qeverisë, të kryeministrit Rama dhe të qeverisë të tij për mandatin e 4 të qeverisjes, kemi hyrë në vitin e 13 tashmë. Qeveria ka shpallur objektiva konkrete për ekonominë në këtë mandat. Paga minimale 500 euro, paga mesatare 1.200 euro dhe pensione jo më poshtë se 200 euro, 200 deri në 400 euro, deri në vitin 2029. Si ishe këto zotime për ta nisur? Në fakt, në fillim, në momentin që dolën programet politike, gjithë ekspertët ekonomistë, në momentin që bënë analiza, dhe për te analizave thonin gjithmonë në media që nëse Rama do të fitoj qeverinë, apo ndoshta dhe partia tjetër konkurruese, objektiva që ka vendosur në programet politika, a do të ndodhin, a do të bëhen realiste, apo a do të vinë zbatim. Dhe sepse shpesh që partitë politike kanë programe shumë të mira në momentin që kërkojnë votën, por më pasi fitojnë, programet e tyre transformohen dhe le të themi ato premtime nuk realizohen të gjitha. Ndërkohë që ne shohim një tjetër qasje. Qasja është që çfarë u tha në programe, po vendosen në objektiva dhe nën objektiva për t'u arritur. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë për vetë Shqipërinë. Pasi qytetarët shqiptarë deri diku kanë kuptuar dhe rëndësinë e programeve politike, por ato grupe vulnerabël që presin rritje pagash, cilët kanë një pak të ullët, sidomos në pagën minimale, apo qoftë grupet vulnerabël të cilët janë pensionistët, individët që janë në nevojë, në momentin që të gjojnë që po vendosin objektiva makroekonomike për realizimin e një pensioni mesatar 400 euro dhe një pensioni minimal 200 euro, patjetër që ndihen të kënaqur. Çështja është këtu që këto objektiva apo kjo lloj qasje është sepse ne jemi një vend që duhet të integrohemi në Bashkimin Evropian, apo është një qasje që vjen nga vetë partia e cila ka fituar sot, le të themi, për të qenë dhe për të qeverisur dhe në mandat. A janë të mundura si objektiva, është çështja e parë, po themi, pyetja e parë që ne bëjmë. Për sa kohë që programi u kthye në objektiv, dhe tashmë i është ndarë sektor, le të themi, ministrive të ndryshme për të analizuar dhe për të identifikuar dhe mundësitë për të arritur këto objektive, unë mendoj që janë patjetër të realizueshme. Ne jemi një vend që shohim që për këto 3 vite zhvillimi i turizmit ka sjellë një boom të madh. Për këto 3 vite ne në arenën ndërkombëtare, në fakt, këtë gjë duhet ta themi që Shqipëria ka ndryshuar imazhin tek ndërkombëtarët, nëse para një dekade kishte shumë individ cilët jetonin në vendet e Bashkimit Evropian që bënin me ironi dhe pyetjen që ku është Shqipëria, se me idenë që Shqipëria nuk dinin as pozicionimin e Shqipërisë, ose bënin pyetje të tilla që ne nuk mund vim, do të ta vizitojmë Shqipërinë sepse aty flitet që ka shumë dhunë, shumë krim etj. Ndërkohë që sot dhe vetë ndërkombëtarët dhe vetë turistët e huaj dhe vetë investitorët e huaj kanë parë një Shqipëri ndryshe. Tani, Shqipëria ndryshe është për faktin e qeverisjes, apo për faktin sepse zhvillimet ekonomike kanë sjellë këtë rrjedh. Unë mendoj që zhvillimet ekonomike kanë sjellë këtë rrjedh. Imazhi i Shqipërisë ka ndryshuar jo si pasojë e qeverisjes, po si pasojë e vetë investitorëve të huaj, por dhe shqiptarë të cilët kanë gjetur të investojnë në turizëm. Duhet të themi që pasaporta që ne na ka ndryshuar imazhin, apo pasaporta jonë europiane më shumë vjen nga turizmi. Pra zhvillimi i turizmit që ka bërë shumë të huaj, të cilët janë njerëz të thjeshtë, të ndryshojnë imazhin e Shqipërisë. Pasi ato kanë ardhur në Shqipëri, kanë vizituar Shqipërinë, kanë le të themi shfrytzuar të gjitha atraksionet turistike, më pas mund të kenë menduar dhe për të bërë biznes, apo kanë menduar të investojnë duke blerë një pasuri të patundshme. Dim shumë mirë që Shqipëria dhe disa vende bregdetare si Durrësi, Vlora, Saranda e më tutje ka mirëpritur pensionistët italianë. Ndërkohë që dikur italianët mendonin që Shqipëria është një vend që nuk jetohet për shkak se emigrantët kanë emigruar në Itali që ka hera dhe janë vendosur atje. Ndërkohë që ne këtu kemi pra një tjetër qasje ku vetë pensionistët, them pensionistët për shkak se vërtet ato janë, jo pensionistët për thonë që tek nesër të cilët kanë italianë të cilët kanë ndryshuar dhe qasjen e të jetuarit në Shqipëri, e të blerit një pasuri të patundshme në Shqipëri. Qartë. Mirë, një tjetër zotim shumë i madh i programit sa i takon ekonomisë është paqja fiskale. Kemi diskutuar shumë herë në fakt paqen fiskale. Programi parashikon kësaj here faljen e detyrimeve fiskale më të vjetra se 10 vjet dhe tatim 0% për bizneset e vogla deri në vitin 2029.
Çfarë komenti ke për këtë pjesë, ai takon? Ka është një tjetër instrument që ndihmon biznesin. Është shumë e rëndësishme që bizneset të cilët kanë, le të themi, probleme të evazionit fiskal, por jo vetëm, dhe të detyrimeve të prapambetura, vetë paqja fiskale i mundson pra këto biznese që të jenë së pari të punojnë në formalitet dhe të jenë më konkurrues në treg, sepse të futesh në Bashkimin Evropian nuk futesh vetëm duke plotësuar, le të themi, ato aspektet ligjore, ato kapituj, po dhe vetë biznesi duhet të kuptojnë që duhet të futen me një përgjegjësi, duhet të futur duke formalizuar të gjithë transaksionet që ato bën, duhet të futur duke rritur emrin e mirë të biznesit më pas për të qenë konkurrues në tregjet ndërkombëtare. Një nga sfidat më të mëdha që do të kenë bizneset dhe ndaj dhe qeveria po le të themi po mundohet të ketë amnisti dhe të ndihmojë bizneset drejt formalizimit dhe drejt, le të themi, largimit apo edukimit financiar që të largohen nga keshi dhe evazioni fiskal, është fakti që në momentin që këto biznese do të futen në vendet e Bashkimit Evropian, do të konkurrojnë në të njëjtën mënyrë siç konkurrojnë në treg pra dhe kompanitë ndërkombëtare, të cilat janë kompani që kanë një emër të mirë dhe patjetër që nuk operojnë në evazion fiskal apo formalitet. Dhe kjo është nga sfidat më të mëdha që do kenë bizneset tona. Për krah bizneseve të tjera, bizneseve europiane. Dim që bizneset tonë janë bizneset vogla dhe të mesme, kanë një edukim financiar deri diku dhe të dobët. Janë bizneset të cilët normalisht kur gjen hapësira për të bërë evazion fiskal bëjnë për përfitime, për të rritur marzhet e tyre të fitimit. Pra, të gjitha këto probleme kanë cënuar konkurrueshmërinë në vendin tonë dhe shpeshherë kanë ndikuar dhe negativisht në uljen e investimeve të huaj në vend. Pse? Sepse një investitor i huaj që vjen në Shqipëri, në momentin që shikon që ka probleme me konkurrueshmërinë, me ndryshime të shpeshta fiskale, me probleme të përdorimit të keshit, me zyrtar të korruptuar të administratave tatimore, patjetër që ai trembet dhe investimet dhe ai mendon që nuk ka pse të ketë një plan biznesi për ta realizuar, implementuar në Shqipëri, ku mund të shkojë në një vend tjetër që do të ketë më tepër formalizim me qëllim që të mos penalizohet, sepse një investitor i huaj nuk e kupton se si mund të operohet në një treg i cili nuk ka një konkurrencë të ndershme. Ndaj dhe pra këto nisma që vetë qeveria ka kundrejt dhe biznesit e ka që së pari ta edukoj financiarisht, pra ta dërgojnë në kanalet zyrtare biznesin dhe së dyti më pas të ndikoj pozitivisht që ky biznes të jetë i aftë të konkurrojë në mënyrë të barabartë në treg dhe me bizneset të tjera të vendeve të Bashkimit Evropian. Sepse në momentin që ne do të futemi në familjen europiane, pra dhe ne si qytetar, dhe biznesi, po dhe vetë qeveria jonë do të jetë pjesë e familjes europiane ku ligjet europiane do të jetë apo normat apo në aktet në ligjore do të jenë dhe për ne dhe është përshtatje e kapitujve, pra që ne i kemi marrë kapitujt me radhë, ndikon pozitivisht në përshtatjen ligjore për krah vendeve të Bashkimit Evropian, por problemi i madh dhe mirakulli i madh që kam unë është që do të na çaloj tek ekzekutimi, pra tek zbatimi i ligjit. Sepse dhe vetë qytetarët dhe vetë bizneset kanë probleme në zbatueshmërinë e ligjit. Pra, ka qytetarë që bëhen pjesë e tregut informal të punës me vedije të plot, duke ditur gjithë pasojat që të sjellin në skemën e pensioneve dhe pse jo dhe në sigurinë në punë. Pra, ka ardhur momenti që ne të kuptojmë. Ka ardhur momenti që ne të kuptojmë që ligji është ligj dhe një ligj i zbatuar mirë ashtu siç është shkruar do të ndikojë pozitivisht në jetën tonë direkte, pra do të ndikojë pozitivisht direkt apo indirekt. Qartë. Çështja tjetër kur unë në fakt dua të hidhem, Romina, është, nuk e di sa është vazhdimi i kësaj, po e kam fjalën për paranë elektronike që kryeministri Edi Rama ka deklaruar se do të kalojmë të gjithë në të, po themi deri në vitin 2030 në mos gaboj. Tani, nuk e di nëse ti analizon një problematik tek paraja elektronike, a është e mundur, mos është një premtim i parakohshëm, a cënon sigurinë financiare dhe ekonomike të buxheteve familjare, apo në të kundërt ka dhe efektet mira që ne duhet i përmendim. Si është balanca midis këtyre dyave? Tani, të pyesësh një shqiptar i cili në të vërtetë ekziston në një ekonomi ku pjesa më e madhe e ekonomisë është kesh, apo transaksionet qoftë ekonomive familjare, por dhe një pjesë e transaksioneve të biznesit duhet ta themi që funksionojnë në kesh, është pak e vështirë për të konceptuar. Të mendosh që në Shqipëri ka fshatra që kanë vetëm 4 banor, apo 4 familje, ku aty nuk ka as ujë as drita dhe nuk ka as një qendër shëndetësore, dhe ti të mendosh që kjo familje duhet të operojë me paranë digjitale, pra ato është e vështirë për të konceptuar.
sepse edukimi financiar i tij është i munguar, jo vetëm në zonat rurale të thella, por në zonat rurale që janë zhvilluara. Që do të thotë, kjo është nga sfidat më të mëdha, edhe pse kemi kohë për t'i kapërcyer të gjithë sfidat, është shumë mirë, por ka gjenerata e cila është brezi i tretë, por ndoshta dhe brezi i dytë, pra që do ta kenë vështirë të përshtaten. Patjetër që duhet më tepër ndërgjegjësinë, sensibilizim vetë nga Banka Qendrore, por dhe nga institucionet e edukimit. Themi institucionet e edukimit sepse kam parasysh kjo gjë duhet nisi që në kurrikulat universitare apo kurrikulat shkollave të mesme, me qëllim që dhe vetë të rinj të edukohen. Patjetër që të rinjt janë përdorues më të madh të teknologjisë dhe nuk do t'i bëjnë rezistencë. Ka shumë të rinj që le të themi bëjnë blerje online, dinë se si operojnë, por arsyeja që pse e shohin një sfidë është fakti që së pari qeveria këtë e bën për të qenë, le të themi, më teknologjik, po nga ana tjetër për të qenë sa më pranë një ekonomie formale. Dhe dim pra siç tham pak më parë që vetë qytetarët shqiptar, po ndonjëherë dhe bizneset bëhen pjesë e informalitetit apo evazionit fiskal me dashje, jo pa dashje. Dhe kjo është një gjë që patjetër që kjo do të më njanojë dhe do të shfaqë një lloj rezistence, por nga ana tjetër kemi siç thash zona rurale, të cilët nuk kanë formimin e dur, nuk kanë infrastrukturën e dur për të pasur një ekonomi të tillë apo për të bërë transaksione të tilla. Për sa kohë qeveria e ka në objektiv që në 2030 do të jemi në këtë format të përdorimit të paras, patjetër që do të krijohet gjithë mundësitë dhe në zona rurale për t'u realizuar. Mendoj që ana e mirë është le të themi eliminimi i informalitetit dhe evazionit fiskal. Ndërkohë që ne kemi parë që siguria kibernetike këtu në Shqipëri, sulmet kibernetike shpeshherë që edhe nga sistemi bankar janë pranishme, kështu që kjo do të jetë një tjetër sfidë, po prapë qeverisë dhe një rezistencë nga ana e qytetarëve, ku do ta kenë si një justifikim, dhe individë të cilët kanë formim ekonomik, mund të jenë financiar shumë të mirë në momentin që kanë një llogari bankare dhe kanë të shkarkuar në telefonin e tyre në smartphone, kemi parë që së fundmi ka shumë njoftime dhe nga vetë policia e shtetit që thonë kujdes mos klikoni tek këto linke etj, që do të thotë që jemi të cënuar dhe ka shumë individ që janë dhe intelektual dhe në biseda informale kam dëgjuar që e kanë që instaluar atë programin e bankës që mund të bëjnë transakcion online. Për vetë faktin sepse mund të riskohen nga këto sulme apo nga këto linqe që nëse klikohen, jepin dhëna personale, mund të kenë mundësi abuzime me bankën e tyre. Pra të gjitha këto janë sfida. Nuk është sfida për Shqipërinë faktikisht, krimi kibernetik, por është për gjithë vendet e Bashkimit Evropian. Në vendet e Bashkimit Evropian po mundohen të krijohen ligje, norma dhe të krijohen zgjidhje dhe zgjedhje me qëllim që të zgjedhin teknologji më të avancuara për të mbrojtur jo vetëm dhënat personale, por për të mbrojtur të gjithë këto sulmet që mund bëhen sistemeve bankare. Dua të kaloj në një tjetër çështje mjaft e rëndësishme sa i takon tani investimeve publike. Qeveria ka premtuar se do të bëjë investime publike në mandatin e 4, 700 km rrugë, aeroportet të cilët janë duke përfunduar, ai i Vlorës, portet, marinat do të jenë të shumta në Durrës, në Vlorë, ndoshta në qytete të tjera. A janë gjitha këto investime një premtim për borxhe të majme apo buxheti i shtetit do t'ja dalë, po them, në këtë mandat? Kjo është, a do ta rëndojnë ekonominë gjitha këto investime? Në fakt nuk mund të themi që një investim mund të bëhet pa borxhe, është më vështirë që buxheti i shtetit vetë gjenerojë aq shumë të ardhur. Pra se të ardhurat i kanë nga tatimet dhe taksat, me qëllim që të ketë mundësi të bëjë investime, se kanë investime tepër të mëdha që kërkojnë fonde pafund. Dhe janë në fakt investime shumë të rëndësishme që të ndikojnë në zhvillimin ekonomik të vendit nga ana tjetër dhe në zhvillimin dhe të biznesit, sepse të bëhet një rrugë, ne e dim shumë mirë që ul kosto të transportit etj. Por mendoj që të bësh investime dhe me hua nuk është gjë e gabuar, sikurse një familje e cila ka një pjesë parash të kursyer dhe pjesën tjetër pra e siguron me hua. Patjetër që vendet më të zhvilluara marrin hua, niveli borxheve dhe nepse ne borxhet publike kemi në nivele të ulta faktikisht krahasuar me para 3 vitesh, dhe kjo fal menaxhimit të mirë të borxhit publik, por nga ana tjetër kjo fal edhe për shkak se një pjesë mirë të borxhit ne kemi borxh të jashtëm në monedën euro, jo siç e dim që në çmimin e euros ka si një avantazh tepër të madh për vetë qeverinë për të ulur nivelin e borxhit.
që do të thotë që nuk është gjë e gabuar që të bësh investime me borxh. Çështja është që ato borxhet, pra ato uat që vetë qeveria merr, të ketë mundësi pra likuiditeti, pra për t'i larë, por nga ana tjetër që të gjitha këto rrugë aeroporte të kenë një përfitim dhe përfitimet patjetër që do t'i ketë, sepse përfitimet do të jenë afatgjatë në fakt, nëse një rrugë bëhet, nuk është përfitim vetëm në 1 vjeçar, 2 vjeçar, 3 vjeçar, pra afat shkurtër, afat mesëm, por një rrugë që bëhet sot ndikon pozitivisht me mira dekada për të zhvilluar infrastruktura dhe për të, le të themi, lehtësuar qoftë aspektin e akseve rrugore, por nga ana tjetër dhe zhvillimet ekonomike. Kemi parë që rruga Durrës-Kukës ka bërë pra lidhjen e Shqipërisë me Kosovën shumë herë më të shkurtër, lidhje tregtare më të ngushta, etj. Pra, zhvillime të tilla sjellin përfitime që janë në terma afatgjatë. Patjetër që është shumë mirë që do të bëhen, e rëndësishme është që të bëhen, dhe pyetja është a do të bëhen. Okay. Sepse shpesh herë në këto investimet publike, në këto premtime, si rasti e Kurullës, Durrës, Tirana me zgaboj, që duhet të ishte pothuajse në përfundim, ndërkohë që është në nisje, në start, nuk është në përfundim. 2026, me sa kam informacionun, në fillimet kur projekti u bë publik, ishte si një datë e cila shqiptarët do të kishin mundësi të lëvizin me transportin e kurulor, ndërkohë që jemi akoma në fillime. Pra, investimet të tilla kërkojnë dhe afate kohore. Çështja është që në tendera duhet parashikuar mirë dhe afatet kohore, sepse afatet kohore janë koste, më pas rritet borxhi, rritet pafund, dhe në fund kush e lan këtë hua, e cila rritet e lan pra vetë qytetarët nga taksa dhe tatimet. Qartë. Dua të flas edhe për një çështje të fundit me ty që ka bërë shumë sensacion, por dua ta trajtoj pak më seriozisht nga pikpamja e menaxhimit të financave publike, që është ministria chatbot Diella, ministra e Inteligjencës Artificiale Diella, që do të merret me menaxhimin e prokurimeve publike. Pyetja është shumë e thjeshtë, se është edhe qëllimi pse kryeministri Rama e ka prezantuar Diellën. A është Diella fundi i korrupsionit, apo është në të kundërt fillimi i një epoke, po them, të rrezikshme, ku tenderat kontrollohen nga algoritmet e cilat nuk i kemi ne në dorë? Do doja të thoja që kjo është një thikë me dy presa, pasi ne dim shumë mirë që tenderat kanë disa kritere. Mund të jetë një ofertë e ulët, që le të themi nga kriteret mund të jetë kjo, dhe është kriter bazë, por çështja është varet nga ose mund të jetë së pari një ofertë e ulët dhe në duke një cilësi e lartë, por afatet kohore të parashikuara ne kemi gjë. Problemi është që ne kur kemi përzgjedhur një tender, heqim në anë njohjet apo nepotizmin apo çështjet le të themi të korrupsionit. Por me gjithmonë një tender, një prokurim publik, ai që ka fituar le të themi alternativa më e mirë gjithmonë. Sepse në duke është dukur më e mirë. E njëjta gjë është dhe në rastin e inteligjencës artificiale. Do vendoset disa kritere dhe do zgjidhet më e mira në dukje. Por çështja është që më e mira në dukje, në ekzekutim, pra në zbatim të projektit apo të këtij tenderi, ka dalë disa, le të themi, problematika që ka dalë rrugës, e cila ka rritur buxhetin, pra kërkesën për fonde shtesë, por nga ana tjetër ka rritur dhe afatet kohore, që thamë, afatet kohore automatikisht rrisin buxhetin. Unë mendoj që deri diku e ul korrupsionin, por kjo nuk do të thotë që tendra do të ketë performancën, prokurimi publik do të ketë performancën më të mirë në zbatimin e projekteve. Dhe këtë e them me bindje. Pra, doli kjo alternativë dhe përveç se është ministria më e shtrenjtë në rrezullin toksor për shkak të kostove të mirëmbajtjes, drejt 200.000 euro, mos qofsha gabim tani. Po, është e vërtet. Është e vërtet në fakt, dhe unë mendoj që kjo është një pjesë për që ne të bëjmë përshtypjen Bashkimin Evropian, shumë gjëra bëhen që ne t'i tregojmë Bashkimit Evropian që ne po bëjmë ç'është e mundur të ulim korrupsionin, madje kemi gjetë një alternativë që nuk është më dora e njeriut, por është inteligjenca artificiale dhe më pas nëse ndodh diçka e ka fajin Diella, në fakt. Por nëse shohim kostot dhe përfitimet, nuk ishte pse të ishte një kosto kaq e lartë për të pas të përfitime kur në të vërtetë duhet zbatuar ligji. Dhe patjetër ai grupi i cili do të përzillte ato alternative më të mirë mund të ishin njerëz, nuk ishte pse të ishte inteligjenca artificiale, njerëzit do të zbatojnë ligjin, pra në punësit për të bërë një gjë të tillë. Pra duhet që të zbatojnë ligjin.
Dhe po aq sa njerëzit e zbatojnë ligjin, po aq edhe kriteret e vendosura tek inteligjenca artificiale mund të gabojnë. Fundja sepse kriteret